Përshëndetje miq, ashtu siç edhe ju njoftova në videon më parshme, sot duhet të përcjell një tjetër informacion për një tjetër produkt, një tjetër suplement, kompanisë me të cilën unë bashkëpunoj. Dhe fjalë për suplementin omega 3 dhe me këtë suplement sigurisht pak plotësohet paketimi i një paketeje e cila shërben për sistemin e qarkullimit të hapur, mbrojtjen e zemrës dhe të erëve të saj. Pima e aloes, ashtu siç u folëm në videon e parë, është një pimë e cila të paktën nga kompania përdoret me 6 lloje, kështu ne trajtohemi për lagun e aloe vera drinking gel me mjalt, aloe vera drinking gel me pjeshk, i cili është shumë i mirë për të gjithë diabetikët, aloe vera si vera, drinking gel për si vera ose me ether, që shërben për të gjithë ata që mund të kenë probleme me qarkullimin e hapur të zemrës e çuperat, aloe vera drinking gel me ginger, i cili përdoret zakonisht në periudhën e dimrit për të gjithë moshat, sigurisht për moshat në TV nga 15 e lart nga 7 duguri, për mbrojtjen nga të ftohtit, nga virozat dhe diçka tjetër. Sigurisht aloe vera drinking gel freedom, e cila mbron trupin e njeriu nga moshat më të vogla deri nga ato më të mëdha, kockat, lagun skavial, mungesat pra të lagut apo kërcitja kyçesh e kështu me radhë, për diçka tjetër. Dhe e fundit fare është aloe vera drinking gel açaj, e cila përdoret për ekuilibrin e elektrolitëve, forcimin e imunitetit dhe kështu me radhë, dhe kryesisht për mirëmbajtjen e lëkurës, ta themi ndryshe. Atëherë unë sot në përmjet kësaj video duhet të përcjell faktin që në përbërjet ose paketa revolucionare e cila mbron sistemin e qarkullimit të hapur të zemrës është paketa që përfshin kolostrum, përfshin aloe vera, si vera ose ndryshe me ether, dhe sigurisht edhe omega 3. Omega 3 është një produkt ku të gjithë kemi nevojë për ta marrë, normalisht nuk e marrim dot nga ushqimet që ne përdorim, por ama nëpërmjet kësaj kapsule të nxjerrë nga kompania ne kemi mundësi për të siguruar të paktën vitaminën D. Atëherë çfarë është Super Omega 3? Super Omega 3 është eksperti për shëndetin e zemrës, do të thotë ndryshe, mbështet funksionimin e zemrës dhe trurit dhe ruajtjen e shikimit normal. Pra janë 3 karakteristika kryesore të këtij suplementi. Pra, me fjalë për një suplement i cili është i jashtëzakonshëm për mbrojtjen e zemrës dhe të qarkullimit të hapur. Me këto pra, për të gjithë ju që mund të keni nevoja apo problematike me qarkullimin e hapur dhe forcimin e zemrës, dhe unë sugjeroj që ta merituajnë të paketë revolucionare të dalë nga kompania prej vitesh e vitesh, studiuara nga institute të rëndësishme shkencore, kuptohet, dhe dalë nga Made in Germany. Dhe kur flasim për Made in Germany, kemi folur në milete për një cilësi të jashtëzakonshme. Kështu paketa përfshin një kolostrum, 3 aloe në muaj dhe sigurisht një super omega. Por racioni ose çfarë që duhet të marrë dikush, paktën duhet ose kjo recetë revolucionare duhet shkojë paktën 3 muaj. Për çdo seri tjetër, dhe më shkruani dhe mund të japim informacione. Dhe në atë kohë, me që mirë, qofshi mirë.